21 век. Во 21 век многу мина сметаат дека постои целосна рамноправност меѓу мажите и жените. До тој факт лесно се стигнува поради тоа што жените денес се забележуваат како работат различни работи, односно од општи работнички па се до функционери. Но дали е тоа така, дали таа формална рамноправност значи и суштинска, ќе разгледаме денес со Нафија Селмани. Јас сум Джелан Велију, а денешниот гостин е Нафија Селмани. Здраво Нафија, како си? Përshëndetje Gjelan, faleminderit, mirë. Со Нафија се запознавме пред 2 години додека протестиравме против покачувањето на цената на електричната енергија. Па од таму Нафија ќе те прашам каква е состојбата во твојата општина во однос на жените. Ти си долгогодишен активист и независен советник во општина Чаир. Па дали можеме да зборуваме дека жените во вашата општина се економски рамноправни со мажите и дали можеме да зборуваме за таква рамноправност? Përshëndetje Gjelan edhe një herë, po, ne u njohëm gjatë protestave kundër shtrejtimit të energjisë elektrike. Mirë pa aty e kuptuam se të dyja edhe më parë kishim qenë pjesë e një proteste tjetër e cila gjithashtu kishte zgjatur shumë, revolucionit e larëm, dhe që për fatin e keq të qytetarëve të Maqedonisë dhe për keqardhjen time që të dyja protestat të përfunduan pa një epilog të dëshirueshëm apo çfarë ne kishim kërkuar. Sa i përket çështjes pavarësisë ekonomike, siç thatë ju, unë do të kisha dashur një herë fillimisht të bëj një pasqyrim të gjendjes së përgjithshme të standardit ekonomik të qytetarëve, pa i dalluar burra, gra, fëmijë, pleq në Republikën e Maqedonisë dhe të sjellim fakte dhe argumente duke u nisur nga listat e gjata mira qytetar të cilët jetojnë me një ndihmë të mirë sociale, do ta kisha quajtur pa dëshirën time, prej rreth diku 4.000 denar, dhe ato lista përbëhen nga 10 mira qytetar të Republikës së Maqedonisë. Dhe këtu më gjithçka është e qartë. Fakti tjetër dhe argumenti tjetër i një gjendje të rëndë, të rëndë, e cila po parashikohet se me krizën ekonomike që tashmë po e jetojmë dhe energjetike që e kemi në prag, do thellohet edhe më shumë. Ne së fundmi para rreth ndoshta 2 muajve kishim një statistikë të mëshme shqetësuese ku në edicionet e lajmeve të medjave tona pam se si diku rreth 500.000 qytetarë jetojnë në prag të varfërisë ose në varfëri të thellë që nënkupton nuk kanë mundësi as të ushqehen mjaftueshëm. Në një tablo, në një pasqyrë të këtill ekonomike, mund ta marrim me mend se si është gjendja e grave të cilat në një mentalitet, në një shoqëri për e cila megjithatë duhet thënë se është patriarkale dhe thellë konservatore dhe gruaja është pak e përfaqësuar dhe pak e punësuar, mund ta marrim parasysh se cila është gjendja e grave në veçanti. Nëse flasim për komunën në të cilën unë jetoj dhe veproj, gjendja është gjithashtu patjetër duhet thënë që shqetësuese, ne vetëm në 2 dekadat e fundit, sepse komuna në të cilën unë jetoj, komuna e Çairit, përfshin diku rreth 70.000 banor dhe punësimi grave deri para ndoshta 20 viteve ka qenë në një minimum të minimumit, me një rritje gati të parëndësishme viteve të fundit dhe ne të gjithë e dim, edhe ata që jetojnë në komunën ku unë jetoj në Çair dhe ata që nuk jetojnë, se përfaqësimi gruas, gratë e punësuara në këtë komunë është një minimum shqetësues. Prandaj, në asnjë rast po e theksoj, ne nuk mund të flasim për lirinë ekonomike të grave, sepse liria ekonomike e grave në komunën time dhe në Maqedoni përgjithësi, por në komunën time veçanërisht, fillon dhe mbaron te një ndihmë sociale prej 4.000 denareve, shpeshherë fillon dhe mbaron te rroga e bashkëshortit, babait, vëllaut,
dhe absolutisht nuk mund të flasim për liri ekonomike të grave në nivel të përgjithshëm në Republikën e Maqedonisë, aq më hiq në komunën në të cilën unë jetoj dhe veproj. Да, како што спомена, живееме во доста конзервативно општество и традиционално, можам да кажам, каде што на жените не се гледа позитивно, особено кога се занимаваат со политика. И сега поради таа причина властите воведува и квоти за застапеноста на жените во политиката, но дали квотите го решија проблемот? Во смисла, дали се жената во политика се почитува исто како мажот во политиката, дали нејзиниот глас вреди исто како на мажите во политиката и дали се обрнува внимание на нејзините предлози, идеи, мислења или се завршува во таа квота? Për fat të keq, gjithçka përfundon në kuotë. Ndërsa duhet ta theksoj se jam mirënjohëse faktorin ndërkombëtar i cili e detyroi Republikën e Maqedonisë që të ndryshoj legjislaturën, sepse ne e dim që diku deri në pas viteve të 90-ta ne fare nuk kishim gra, apo kishim sa për të thënë 1, 2, 3 gra. Këtu nuk do të kisha dashur t'i dalloj partit politike maqedonase, shqiptare, turke, kështu me radhë, por një si pasqyrë e përgjithshme. Unë si grua së pari, por dhe si njeri dhe si qytetare e Republikës së Maqedonisë, jam shumë mirënjohëse ndaj faktorit ndërkombëtar në këtë rast, që e detyroi dhe imponoi kuotën, dhe sot ne fatmirësisht kemi disa gra në politikë dhe në pozita shoqërore të shtetit. Ajo që duhet ta theksojmë dhe nuk duhet ta harrojmë dhe duhet çdo ditë ta theksojmë, është se kuotat vlen vetëm për listat zgjedhore, që nënkupton listat zgjedhore për deputete, për zgjedhje parlamentare dhe listat zgjedhore për këshilltare në komunat përkatëse në 84 asa ka në Republikën e Maqedonisë. Por e njëjta nuk vlen për emërim në ministri, nuk vlen i njëjti obligim ligjor në këtë rast për drejtori dhe i njëjti obligim ligjor nuk vlen për kryetare komunash. Prandaj ne duhet të themi se është bërë një përparim dhe duhet jemi të kënaqura që është bërë një përparim si detyrim i kuotës ligjore të domosdoshme. Mirë, po gjendja e situata, fotografia e përgjithshme e përfshirjes së grave në jetën politike shoqërore shumë e zbet, për të mos thënë e mirë, sepse mjafton fakti që ta marrim tablon e ministrave, më falni, dhe të shohim sa ja bura dhe sa ja nga përbërja aktuale. Gratë fituan një të drejtë me kuotën ligjore, me imponimin, më duhet ta them detyrimin ligjor, mirë po sa ne gratë pastaj arritëm që ta përdorim dhe ta valorizojmë në të mirën tonë, nuk jam e sigurt. Madje mund të them se nga përvoja ime personale dhe nga të gjitha gratë me cilat kam biseduar në tavolina private, jo publike, për shkak se neve grave në një mënyrë akoma po na mungon guximi, gjëra që na mundojnë t'i themi publikisht, po vetë kënaqemi apo vetë mjaftohemi për t'i thënë vetëm në tryeza të mbyllura, në kuptim të fola me motrën, fola me shoqën, me mikeshën. Mirë po fjala e fundit në partit politike, veçanërisht në të gjitha, më duhet të theksoj nga përvoja ime personale dhe nga gratë me cilat kam biseduar dhe janë të kyçura aktivisht në jetën politike partijake, fjalën e fundit në partit politike, por dhe në ekzekutive kanë burrat, dhe me keqardhje po them se gratë ndoshta vetëm e përfaqësojnë atë anën formale të pjesëmarrjes së tyre në përfaqësimin politik shoqëror dhe kuptohet kur të vinë zgjedhjet të jenë në radhën e parë sa për t'u fotografuar dhe sa për t'u krenuar se ne kemi gra dhe se ne po luftojmë për barazinë gjinore dhe se ne si shoqëri dhe si parti politike cila do të qoftë
pa përjashtime apo medallime shumë të vogla njëra parti nga tjetra, mirë po realisht përfaqësimi është jashtëzakonisht i dobët, për të mos thënë gati se inexistent. Да, за жал таква е состојбата. На што мислиш дека се должи таа состојба? Кој е крив, значи менталитетот, самиот систем, општеството и што треба жените да направат за да се изборат за целосна равноправност? Do të filloj nga e fundit. Gratë patjetër duhet të luftojnë më shumë. Gratë nuk guxojnë të lejojnë që të ankohen apo ankesat e tyre t'i paraqesin, siç e thash pak më herët, në tavolina private. Gratë nuk guxojnë të ankohen njëra me tjetrën. Gratë duhet në partit përkatëse të jenë zë, në plot kuptimin e fjalës të jenë zë. Gratë nuk guxojnë të lejojnë që për një privilegj personal, që për një punësim personal, që për një post të cilin ata të ta gëzojnë, të heshtin në partit e tyre. Mentaliteti është punë e cila kërkon, është proces, kërkon kohë shumë të gjatë dhe nuk ndryshohet lehtë, ne atë të gjithë e dim. Mirë po, me keqardhje edhe njerë po e them, gratë janë shumë të zëshme në ambiente të mbyllura, ndërkaq pak të zëshme aty ku me të vërtet duhet të luftojnë. Gratë nuk guxojnë, po e përfshi edhe veten, të jemi, si ajo thënja, njeriu për njeriu është ujk, gruaja nuk guxojmë të bëhemi gruaja për grua është ulkonj. Gratë duhet me do e mos t'i lënë privilegjet personale. Gratë duhet marrin shembull nga burrat. Ne për 30 vite demokraci, nëse është demokraci, ne kemi parë se burrat solidarizohen, politikisht solidarizohen. Një kryeministër cili do qoftë në rrethin e parë merr burra. Gruaja çfarë duhet bërë? Në momentin e parë kur të merr një pozitë, duhet patjetër detyrën e parë që duhet ja e vetës është njerëzit e parë rreth saj të jenë gra. Да, мислиш дека на тој начин борбата би била по-сконцентрирана? Mendoj se efekti do t'jetë më i madh. Gratë të solidarizohen, patjetër të solidarizohen mes vete. Добро, пред 10 дена бевме сведоци на грозоморен чин во Приштина. Беше силувано 11-годишно девојче. И тоа мислам предизвика големи реакции во целиот регион. Се одржаа 4 протести во Приштина, Тирана, Скопје и Тетово. Ти беше учесник на протестот во Скопје, но беше проследен со немили настани, беа нападнати активисти. Што се случи тој ден? Што мисли, зошто мислам на некој би се осудил да отиде на протест да нападне некој друг човек, кога и тој протестира за, нели, солидаризација со девојчето? И колку државата го дозволува тој однос, колку државата ги штити самите жртви, да кажам. Së pari më duhet të them se më kthyet në një gjendje jashtëzakonisht rënditëse. Unë shumë keq e kam përjetuar rastin e dhunës së 11 vjeçares në Prishtinë dhe kudo që do të kishte ndodhur ajo në botë, unë njësoj do ta kisha përjetuar. Ndonjëherë them se ndoshta duhet ta çliroj veten, mos të marr kaq shumë informacione të cilat me të vërtetë secili njeri normal do ta trondisnin. Dhe mu më janë dashur ndoshta 2-3 ditë për ta rimarr veten, sepse jam i sigurt asnjë njeri normal nuk mund ta mendon se mund të ndodhë një akt i tillë monstruoz. Dhe ndodhi si ndodhi, u paralajmëruan protesta në qytetin ku ka ndodhur akti monstruoz dhe nisi një organizim në të cilin u futa në një grup. Unë do ta kisha quajtur më shumë edhe organizim spontan, organizim nga dëshira për të solidarizuar me një viktim, me një fëmijë. Domethënë, nuk mund ta quaj vajzë, nuk mund ta quaj as si grua, një fëmijë të vogël, 11 vjeç. Dhe në një moment ndodhi ajo që ndodhi, u sulmuan 2 aktivistë,
njëri burr, tjetri grua. Gruaja në fakt është sulmuar apo është grushtuar për shkakun se i ka dalë në mbrojtje aktivistit burr, i cili për publikun e gjerë është i njohur se i përket orientimit seksual homoseksual. Dhe në një moment ku unë kam qenë në vendin e ngjarjes, por nuk kam qenë në afërsi, vjen një person, deri në këto momente unë nuk e di se policia e ka zbardhur rastin, e sulmon personin në fjalë, burrin, dhe gruaja i del në mbrojtje, apo si të themi në ndihmë burrit, dhe gruaja për shkak të mbrojtjes sulmohet nga njëti person. Në ato momente, ne sigurisht si pjesëmarrës në ngjarje, fillojmë thrasim policin, thrasim ndihmën e shpejtë për shkak se gruaja ishte goxha e lënduar, dhe si ta them, në protesta të paralajmëruara në mënyrë të rregullt, policia mos, sepse ngjarja ka ndodhur diku rreth orës 16:30, ndërsa protesta ka qenë e paralajmëruar në mënyrë krejt të rregullt nga ora 17. Informatat e mia thonë se policia në vendin e paralajmëruar të protestave duhet jetë minimum një orë para. Është shumë e habitshme se si nuk ka qenë aty. Edhe më shqetësues është fakti se hapësira ku është protestuar dhe ku ka ndodhur ngjarja e rrahjes dhe e sulmit brutal ndaj një gruaje dhe një burri aktivist pjesëmarrës në protestë, megjithqë në të gjitha anët ka kamera, akoma unë nuk kam informata që është zbuluar personi sulmues në këtë rast. Да, може би ќе кажат дека камерите не работеле тој ден. Може би тоа, да, мунdet едате та thonë. Добро, Нафија, колку мислиш дека државата учествува во овој, како да го наречеме, насилен однос кон луѓето, како го дозволува? Unë nuk mund të them që në mënyrë drejt për drejt merr pjesë shteti apo organet kompetente për të ushtruar dhunë, më falni, por unë me plot përgjegjësi morale dhe njerëzore mund të them se shteti dhe organet kompetente janë pjesëmarrëse indirekte me vetë faktin që ato nuk reagojnë në kohë dhe nuk marrin masa dhe nuk i zbardhin. Ne dim për qindra raste të dhunës të cilat mbesin të pazbardhura, ne dim raste edhe më tragjike ku njerëzit kanë humbur jetën në përleshje të gjuajtjes me armë dhe të cilat përfundojnë pa një epilog dhe pa një ndriçim të rastit. Në këtë mënyrë, shteti dhe vetë organet e sistemit bëhen pjesëmarrëse indirekte. Unë nuk mund të them se ekziston një institucion, një udhëheqës institucioni i cili dëshiron që vendi ku ai jeton dhe vepron, ku rritet fëmiu i tij, ku jeton familja e tij, ai nuk e shkakton ndoshta dhunën në mënyrë drejt për drejt, por vetë fakti që nuk zgjidhen rastet, vetë fakti që organet, institucionet nuk janë efektive dhe nuk janë të zëshme, fatkeqësisht në një mënyrë i bën pjesëmarrëse në këto akte. Нафија, ти благодарам за разговорот, толку имав да прашам, ако имаш нешто да додадеш, некоја порака да упатиш? Të faleminderit Xhelan. Jo, në kontekst të kësaj që tham, unë veç mund të them që gratë edhe një herë po e potencoj si grua që jam dhe si njeri, dhe si një nën që rris një vajzë këtu, ne patjetër duhet të bëhemi të zëshme, ne nuk guxojmë të luajmë rolin e oportunistes për t'i ruajtur privilegjet tona personale, sepse nëse shikojmë ashtu, unë ndoshta gjatë jetës dhe gjatë karrierës time kam humbur shumë privilegje, mirë po unë kam dashur t'i qëndroj pesnike dhe stoike asaj luftës time të sinqertë për barazi njerëzore, e cila nënkupton barazin gjinore, dhe mos të bëhemi pre e lakmis ton personale.
Nëse kemi luftën e sinqert për një barezi gjinore, për të cilën akoma flitet edhe në Amerikë, në një Amerikë, në një Evropë, ne nuk guxojmë të bëhemi në asnjë rast prej pengilakmive tona personale për të ruajtur, nuk e di, një vend deputetesh, një vend drejtoreshe dhe për të gjuajtur të gjithë luftën që kemi para nesh. Mirë po realisht nuk mund të gënjejmë vetën dhe të themi se është okej, kështu mund të vazhdojmë. Është e vërtet që ka një përmirësim, por një përmirësim i gjendjes gati se i padukshëm. Dërsa ty, Gjejlan, të faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese në punën dhe aktivitetin tuaj. Të благодарам. Ovo što беше гостин. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.